Data e lëshimit të certifikatës është 30. Sekret. Kjo është dëshmia. Domnule kryetare, unë mbaj certifikatën me numër S905. Po, raporti votohet me shumicë. Unë i propozoj Komisionit Hetimor Parlamentar dërgimin e të gjithë materialit të shqyrtuar të administruar rregullisht nga ky komision, Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë, me qëllim vënien para përgjegjësisë të gjithë zyrtarëve shtetëror ose jo, të cilët kanë bërë të mundur ngritja dhe funksionimi mandej të një linje të rregullt të trafikut ajror të narkotikëve nga baza ajrore e Gjadrit në periudhën e ish qeverisjes së mëparshme, duke lejuar në këtë mënyrë që kjo infrastrukturë e rëndësishme ushtarake të bëhet prej përdorimit dhe shfrytëzimit për transport nga ana e trafikantëve të lëndëve narkotike. Çifti Imami Berisha, në fakt, janë çifti i hajdutëve dhe trafikantëve që kanë 2 muaj rresht që përtasin kapin i hajdutit dhe trafikantit. I takon prokurorit përgjithshëm dhe institucionit tij që të administrojë gjithë këto dokumenta që ju sapo i përmendët, edhe të vazhdoj rrugën institucionale dhe kushtetuese, detyrat kushtetuese që ka ai si institucion.